Fshatrat të cilat i përkasin njësive administrative të Vlorës vuajnë prej vitesh mungesën e transportit rrugor. Panoram të qartë të kësaj situate ta afron sot fshati Babicë e Madhe. E megjithëse ndodhet vetëm 2 kilometra larg Vlorës, i cilësuar si një lagje qytetit, në këtë fshat autobusi nuk vjen më prej vitesh. Banorët e zonës tregojnë se zgjidhjen e kanë gjetur tek furgonët e linjës së fshatrave. Sipas tyre dalin në anë të segmentit rrugor e presin prej minutash që të vijë furgoni. Banorët thonë se ka raste që presin edhe mbi një orë, teksa për shërbimin e transportit drejt Vlorës paguajnë 50 lek vajtje dhe 50 lek ardhje. Sipas vetë banorëve të zonës, transporti duhet të vendoset pasi është tepër i domosdoshëm për ta dhe i rëndësishëm, e prandaj kërkojnë nga pushteti që t'ua dëgjojë këtë kërkesë. Ne pa autobusën e kemi furgonat e fshatit. Të lagjes. Po, në qytet. Vjen këtu, posu mbush, s'lëviz nga vendi, do një ora, 2 orë të mbushet, edhe ata të tjerë presin këtu pasaj, ja, eri furgoni pa. Transporti urban nuk funksionon? Jo, s'punon për fare këtu, s'ka urban as fare. Sa po ka kjo situatë? Pa urban? Po urban, se urban janë furgonat, po shteti s'ka. Po sa ko keni që nuk keni një autobus të mirë fill? S'kem patur asnjëherë. Ndërkohë ju nuk mund të cilësojeni fshat, mund të cilësojeni lagje... Lagje e Vlorës, po. Dhe vjon prapë kjo situatë? Pa, njëta gjë është. S'kemi pat në njërë autobus asgjë. Rrim presëm aty kur të vinë, hepim me të radhës të fshatrave. Detyroni të prisni sa të mbushet furgoni? Sa të mbushet furgoni ose gjim të fshatrave, ikim me të fshatrave. Ata e kam bërë aboneatë, e faturojnë për vakira ikin, njerëzit ngelen, s'kan me se lëvizin. Ju jeni lagje e Vlorës? Lagje e Vlorës jemi po. Kush na përfil. Sa ko të duhet të presish urbani? Sa orë? Edhe një orë mund të rrish gjatë. Mund të rrish. Dhe varet nëse ai të merr furgoni apo jo me pak. Po gjitha fshatra ikim me fshatra ose taksi, qatë gjej. Sa lek pagon? 500 lek. 500 lek. Më shtrenjtë se nëse do të kishe urban. Më shtrenjtë? Sa të kushton transportin muaj? Sa të shkon? Sa ja bë llogaritit, po të lëviz ditë për ditë vetë 30.000 në muaj. Unë marr 178.000 pension, po i laçet ku ishe i zhikundi. E përballon dot? Se përballojnë. Na ndihmojnë fëmijët që përballojnë. Duhet vendosur urbani, Duhet urbani do të jetë patjetër. Tepër i nevojshëm për ju. Urbani do të jetë. Ne ikim me furgonat e lagjes. Urban nuk kemi? Jo. Sa ko ka në të gjëndi? Ka vite. Ikim me urban, e kemi zgjidhur hallet tona. Ikim me furgonat, ikim me furgonat. Mund t'i ke zgjidhur hallet pash, a zgjidhje dur me pak? Ne të dur e kemi pas, na kanë munguar, furgonat kanë qenë në kohë. Duhet vendoset urbani, është më mirë që të vendoset urbani pavarësisht. Ne kemi zgjidhur, unë jam e përditshme që ikim në Vlorë dhe i kemi zgjidhur me furgona. Sa paguan? 500 lek. 500 lek ardhje? Po, 1000 lek. Sa të shkon muaj? 30 herë në ditë vetëm Vlorë? Po, 30 herë. 30.000 lek vetëm? Po, edhe me urban ai do paguaj. Diçka më pak? Jo, aq. Keni bërë ndonjë kërkesë për vendosje urbani? Jo. Pse? Jo. Nuk kemi bërë, nuk na ka interesuar. Ke shpresë se mund të zgjidhet ose duhet vjet? Unë për vete jam e përditshme, kam të zgjidhur punën. Ja urbani, ku është? A ish furgoni? Jeftoshëm. Me kështu e keni zgjidhur, me furgon. Furgon afshat. Duhet këtë urban? Mirë është. Le të ishte edhe urbani, po unë mendoj që urbani këtu nuk i intereson. Për arsye se ka pak pasagjer. Këtu mungon urbani në Babicë? Po. Kush vjen në Babicë me urban? Thuaj ti të them unë. Se unë jam 82 jetë, jam lindur, rritur, martuar. U gjysha u bërë stërgjyshi do të atje. Ne nuk dim pik në ujit jo urban. Kush vjen aty për 5 kilometra, për 2 kilometra rrugë? Si intereson ati, ja. Se ton ka pak banora? S'ka banora, ka në ku në plejt kemi mbetur, ja, me zi dalë unë të pagoj drejtat. Ku ka të rrisë? Shumë mirë, po ama ta kishte në orar. Ta di dhe unë kur do zbreste, kur do vete, kur do vite. Ka ndodhë me furgonin që ju nuk e dini në çfarë ore vjen, rini prisni për orë gjatë, apo jo? Jo, me furgonin, ja erdi tani ai do iki.
2, 3, 5 i kuaj. Kur vjeni Le të vij, i radha tjetër shkon në Alikok. Po, është qikësi më e zgjidhur me këtë, se sa me Urbani, se Urbani do dhe në Qishbardh. Po sa të këthet nga Qishbardh, unë vete vonë të marrë pensionin, apo vete për të bërë një vizita që shatek. Shuj që nuk e kanë të liverdish me ata, për ne le ta bie, ne atë duam le të vij. Në pagesë të njësoj e kemi. Nuk keni. Jo, s'kemi. Unë rri në kryet Alikokës, vitë marrë pensionin. Ne presëm fugonat kur vinë, atë taksigjinë e lagjes. Kanë orare fikse ato apo prisni për kohë të gjatë? Tani qatë themi gënjeshtra, edhe presim edhe s'presim, si që vinë, ja. Ka erdhë, unë se erdhën këmë se s'kish. Kur erdhën mes rrugës, erdi fugoni. Tani që do bëjë? Detyrohesh të vish për metra të tërë, le themi, apo për kilometra të tërë që të stresët. Unë largë jam në, ku jam unë, ja. Më zuri këmë, nashti do marrë atë qikë në pension. Pra po gjeta në i rotu që më mori mirë, gjeta në këmë. Edhe e rezikuar, duke kaluar në këtë rrugë të eci me shpejt. Po që do bëjnë tani, o të keqen jemi mësuar, që do bëjnë? Pret makina të rastit? Po edhe presë, kur kalojnë më marrin të fshatrave fugona për shumë, që do dojë që më merë. Po qytetarë të rastësishëm, ke kërkuar në jemë dhimë, kur ke qenë lodhur ndoshta që të marrin do të dikush që ikën në Alikok? Po më kanë marrë, edhe kërkoj dhe më marrin, që do bëjnë? Duhet zgjidhur të Për Urbanin e ke fjallën? Po, për Urbanin, që të vjetë një linje e dur. Qa të thotë nëna të keqe nëna, duhet zhidhur, këto janë gjëra që i kanë tjertë në dorë, neve jemi halexhinj me një fjallë. Do vim, do marrëm atë që një muaj vi unë këtu. Nuk është vetëm babica e madhe që zgjidhjen banorët e gjejnë tek furgonët e fshatrave, por ka edhe fshatra të tjerë, të cilët janë pranë Vlorës, si Alikoka, Narta, Zvërneci, Sherishta, babica e vogël, por edhe shumë fshatra të tjerë.